ka dhe gabimet të personelit shëndetësor ose të psikologëve apo terapistëve që nuk e evidentojnë korrekt shenjat e autizmit edhe një vonesë gjuhësore të lehtë, sepse vonesa gjuhësore si diagnozë vendoset në moshën 5 vjeç. Pra ti prej deri në 5 vjeç dhe shikojnë që ka një vonesë të rëndë gjuhësore ose një vonesë lehtë, por defektet e shqiptimit, defekti i artikulimit që është deri në moshën 2-3 vjeç. Në qoftë se nuk ka problem në ndërveprimin social, në qoftë se nuk ka sjellje stereotipike, në qoftë se nuk ta shmang shikimin, kontaktin fizik, shikimin me sy, nuk do të mendosh që ka një problem që hyn në spektrin e autizmit. Kemi të bëjmë me një vonesë gjuhësore e lehtë që mund të jetë ose për shkak se nuk ose ashtu ka predispozitën ADN-ja e fëmijës, e tij është e ndërtuar që do zhvillojë gjuhë me vonesë, ose mundet që faktorë të tjerë të jenë pengus për zhvillimin e të folurit. Por thash, nëse fëmia po të komunikon drejt, nëse fëmia ndërvepron me ty, nëse fëmia luan me bashkëfshatarët, nuk do të thotë se kemi të bëjmë me autizëm apo ADHD.